nëse Kurti vetëvendosja arrin me bo marrëveshje koalicioni me njërën prej partive për qeveri, nëse ka interesim, dhe nëse ka interesim dhe arrin marrëveshjen, atëherë për Kurtin është e rëndësishme që me i bo dyja që me e maj qeveri. Pra, nëse ata shkojnë, nëse skenari pozitiv, formal është, ta zënë vetëvendosja deri para, e bon koalicionin, ky koalicion do të mi pas 80 vota me zgjedh presidentin dhe e kanë ndërmend me nejnë pushtet, atëherë nuk ka lidhje cili zgjidhet i pari, sepse është çështje marrëveshjes. Nëse skenari i dytë është që Kurti do me bloku, pra s'mundet mu bo vetë kryeministër dhe do me bloku, ka me insistu me shku te presidenti i pari, që mos me arte i te qeveria heq. Sepse qeveria, nëse bëhen partit opozitare bashk, kanë interes që mas pari me zgjedh qeveri, pra me marrë për qeveri, dhe pastaj me e provu presidentin. Që kjo është. Dhe me thonë, kjo kush vjen i pari, kush vjen i dyti, varet prej kush me kam bobë. Dhe kjo është me kusht, që zoti Kurti i ka mi 42 deputet. Mi 20-22 deputet. Dakor. Në 20-22 deputet, merë rezultatin e shkurtit që referenës. Sta njëra matematika tjera kuptet. 20 deputet, të njëra kekjet e matematikë. Ose 22. Edhe 22, nëse Kurti e ka potencialin blokus po flasë. Nëse ka potencialin blokus dhe e sheh që po dojnë me hjek, ose po dojnë nuk bëhet kryeministër, pra nuk mund me bo koalicion bo kryeministër, a i ka me këshirë me bloku situatë. E që aty mundet me është prej e pas të edhe gjykata kushtetuese. Jo, po të jap informat. Në që si raste, bojnë pyetjen dhe... Gjykata kushtetuese ka me pas punë. Pik, informat. Mirë, po... Se pat punën ngusht, se pat punën gjërë. Njërën prej rasteve... Fillimisht kanë një drejtu, a mos rasisht kena me pas nevoj me zgjedh presidentin para kryeministrit. Kjo s'ka logjik, kjo pyetje për menimin të po mund një drejtu. Se s'ka lidhje. Astrit e potencoj shumë mirë. A din sa pyetje po logjikshme e drejtu. A bëna me adresu që to ato që mund të jenë budallakina, që i bojnë partit politike s'pe përjashtaj. Veç ta me thonë para prakisht që nëse që kjo e panevojshme. Mirë, a bënë me thonë që mendojnë partit politike? Po, absolutisht, unë veç po thëmë që nëse shkojnë që ta, e këtu mund me shku vetë vendosja, kjo s'ka logjik. Kjo është veç për mezvari. Veç për mezvari. Mund shkojnë atje. I vetë vendosja du me zedh prezidentin i pojt, aso pozitive tjeve si komenën e? Po dhe? Po që të pëjdhëm? Po mirë, kush e din kush e qënë? Qëre, 60 diqe është si për qeverin, si për presidentin, apo? Në kuadrë të ti 60 diqe, unë me sa e kom pa, nuk ka regula kushtetuese kush kanë i pari, kush kanë i pari. S'ka. Nëse nuk ka regula kushtetuese... A mundesh me lyp interpretim? Mujnë me lyp interpretim, po gjykata kushtetuese do të me shpik një regullë. Një rendike të gjëra. Gjykata kushtetuese ka me thonë, kjo është hierarkia e posteve, zjedhë si mbas hierarkis, maksimum që ka Për çka të keni votat bëne? Praktika e deri tashme tregon që ku kemi pas kësi rastet, qeveria është zgjedhje parë. Sakt. Praktika. Jo gjithë, ma herët të zgjedh presidenti. Para këtë herë me Albinin dhe me Vjosën po. Po në rastet të mashme... Edhe në rastet e veçet pacolë. Një të nditë të gjithë. Qeveria dhe Qka nëse në një situatë hipotetike, opozita e bën qeverin dhe i e postin e presidentit vetëvendosjes. A ty vetëvendosja që a bën në qatë rast? Po. Se pranon, a? Jo, e pranon. Po. A që adin qka është përgjigja e vetëvendosjes? Po. Pa të zgjecin. Anë ide? Po mirë, le të bëjkote. Ajo nëse kjo është ajgore. Nëse është e pranueshme për partitë opozitare, po këta diskutojnë ta problemat e... propozojnë, ata pa të zgjecin. Ku është për menimin tem ku mundet me lindë një problem, i qëllimshëm. Dhe më thonë, nëse Albin Kurti e shet që nuk po bëhet kryeministër, a i ka me insistu për me shku pra që thasht të prezidentja që mos me leju me arte të kryeministri heq. Dhe tash, qysh mundet këta me e bo? Nëse partit opozitare thojnë jo, na nuk përdojnë presidentin, a i për shambull mundet me e lujt lojen me ushtrusën e detyrët prezidentës mos me e marë mandatin. Se mandati takon ati mas pari.